Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hidhni gjysmë filxhani nga ky lëng tek lavatriçja juaj dhe do të mbeteni pa fjalë, kur derisa përzihet me gjurmë deodoranti ose detergjenti rrobash, mund të shfaqen njolla të verdha në veshje. Lajmi i mirë është ato mund t'i hiqni lehtësisht. Për t'i hequr qafe, njollat e verdha nga rrobat tuaja të preferuara do t'ju nevojiten disa përbërës: 250 ml uthull, 500 ml ujë të ngrohtë, 120 gram sodë buke dhe gjithashtu një lugë me krip, një lugë peroksid hidrogjeni. Mundet që ta blini në barnatore ose thëndryshe në farmaci. Përzini uthullën e bardhë dhe ujin e ngrohtë në një legen ose kovë plastike dhe njomni kështu rrobat e njollosura për 20 minuta. Në një enë tjetër përzini sodën e bukës, kripën dhe peroksidin e hidrogjenit derisa të kthehet në një përzierje si pastë. Largoni rrobat nga uthulla dhe uji, kullojeni me kujdes dhe fërkoni pastën në njollë të rrobave me një peshqir. Peroksidi do të fillojë dhe do ta zbejë atë, ndërsa kripa dhe soda do ta pastrojnë plotësisht njollën. Lëreni pastën për 20 minuta dhe më pas lajini në lavatriçe dhe lëreni që të thahet. Më i mirë se detergjentët. Shpesh ne mund të bëjmë shumë gabime duke zgjedhur detergjentët e duhur për rrobat, por lajmi i mirë është se ju duhet vetëm një përbërës që, siç e përmendëm, është më i mirë se çdo detergjent i mundshëm për çdo larje, për të ruajtur dhe për të kursyer para dhe nerva. Është interesante gjithashtu se e gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të hidhni pak uthull të bardhë në lavatriçen tuaj aty ku hidhni edhe detergjentin dhe rrobat tuaja do të shkëlqejnë si asnjëherë më parë. Para se ta lëshoni, hidhni edhe gjysmë filxhani uthull në rroba, kështu do ta forconi efektin e detergjentit të zakonshëm dhe nga ana tjetër do të parandaloni zhdukjen e ngjyrave. Në vend të një zbardhuesi tjetër në vendin ku e keni hedhur detergjentin, vendosni edhe pak uthull. Uthulla ka po ashtu të njëjtin efekt, por ajo do të jetë më e butë dhe më e përshtatshme për mjedisin dhe shëndetin. Uthulla largon djersët dhe njollat e deodorantit në rrobat e bardha. Zbutësit e detergjentët janë plot kimikate, mirë po me uthullën alkolike ju mund të arrini të njëjtin efekt. Nëse jo, akoma dhe më mirë. Tashmë e dini që uthulla alkolike mund të zëvendësojë zbutësin e rrobave, mirë po aplikimi i tij në larjen e rrobave është shumë më i gjerë. Për dallim nga detergjentët dhe zbutësit e zakonshëm, uthulla alkolike është një mjet natyror për pastrim, madje edhe shumë më i lirë. Ne këtu do t'ju tregojmë arsyet përse uthulla alkolike do t'ju bëhet aleati juaj kryesor në larjen e rrobave. Shndrit ngjyrat. Shtoni një gjysmë kupe uthull tek rrobat tuaja përpara larjes. Ajo gjithashtu ndihmon detergjentin të bëjë më mirë punën e tij duke i mbajtur rrobat nga çngjyrosja dhe heqjen e njollave që lën detergjentët tek rrobat. Rezultati që juve do t'ju duhet është ngjyra më të shndritshme. Zbutë rrobat. Zëvendësoni zbutësit komercial me uthullën e bardhë të distiluar. Uthulla gjithashtu vepron si një zbutës natyral i rrobave pa lënë asnjë shenjë nga pas. Shtoni 1/2 kup uthull në shpëlarjen e fundit. Eliminon gjithashtu njollat e djersës. Acidi në uthullën e bardhë heq edhe çdo mbetje të detergjentëve, sapunëve dhe të djersës të cilat mund të kenë ngecur në rrobat tuaja, peshqir, batanije dhe po ashtu në çarçaf. Kjo mbetje mundet që të irritojë lëkurat e ndjeshme, sidomos tek bebe dhe tek fëmijët e vegjël.
Shtoni një kup uthull të bardhë në procesin e shpëlarjes që të eliminoni mbetjet e detergjentit. Gjithashtu, ju duhet që të përdorni uthullën e mollës sepse ajo arrin që të heqë edhe copat e vogla dhe qimet e kafshëve. Jo vetëm që nuk i lejon rroba të elektrizohen gjatë tharjes, por ajo njëkohësisht ndihmon edhe në heqjen e fijeve të linjtave dhe qimet e kafshëve. Shtoni një të dytën kup uthull në procesin e fundit të larjes dhe nuk do ta keni më problem. Zbardhë rrobat e bardha. Mbajini të bardha rrobat e bardha dhe hiqni njollat me uthull. Që të hiqni njollat, shtoni një kup e gjysmë uthull në procesin e fundit të larjes. Që të hiqni njollat, vendoseni në një enë të madhe të zgjedhë dhe shtoni një kup uthull. Hiqeni më pas enën nga zjarri dhe fusni rrobat brenda të bardhat. Lëreni gjatë gjithë natës dhe më pas lajni ato si zakonisht. Trajton njollat. Mbani një shishe spray me uthull të bardhë të patretur në mënyrë që të trajtoni njollat e rrobave që lahen në lavatriçe 100% pambuk poliester derisa ju t'i njohni ato mirë. Lëreni rrobat ta thithin uthullën për 10 minuta dhe më pas fërkojni ato me një furçë të butë dhe lajni sipas udhëzimeve. Për njollat e deodorantit, njomini në uthull një rrobë dhe fshiheni njollat. Për shkak të ndjeshmërisë së lëkurës dhe rreziqeve të mundshme, shumë njerëz kanë filluar që të shmangin zbardhuesin dhe kimikatet e tjera të ashpra të cilat gjenden në zbardhuesit e rrobave. Por, a është e mundur që të hiqen njollat dhe ju të shkëlqeni rrobat e bardha pa përbërës kaustik? Po, ekzistojnë disa zbardhues natyral të rrobave që do t'i bëjnë ato të duken të freskëta dhe të ndritshme, si në ditën e parë kur i keni bler. Larja e rrobave me limon. Mbushni legenin me ujë të nxehtë dhe 1 deri në 2 limona të prerë varësisht nga sa janë të ndotura rrobat tuaja. Hidheni rrobat dhe lëreni të zhytura në ujë për 1 deri në 2 orë. Pastaj futeni në lavatriçe për t'u larë në një cikël normal. Nëse rrobat tuaja ka nevojë për një shkëlqim më të madh, atëherë ju duhet që ta zgjeni ujin më parë. Shtoni aty limonët dhe rrobat, pastaj lëreni të rrinë gjatë gjithë natës. Si të zbardhni rrobat me uthull? Jo vetëm që uthulla e bardhë e distiluar ndriçon rrobat e bardha, por gjithashtu ajo zbut pëlhurën dhe heq aromat e mykut. Gjatë ciklit të fundit të shpëlarjes, thjesht hidhni 1/4 filxhan uthull në lavatriçe. Për rrobat të cilat duan pak më shumë vëmendje, zhyteni ato për disa orë në një legen plot me ujë dhe 1 filxhan uthull të bardhë. Si të zbardhni rrobat me peroksid hidrogjeni? Jo vetëm që ky element është i shkëlqyeshëm për dezinfektimin e prerjeve të lehta, por është gjithashtu i mahnitshëm edhe për zbardhjen e rrobave. Kur të vini në punë lavatriçen, hidhni 1 filxhan peroksid hidrogjeni 3% direkt në detergjentin dhe lëreni që lavatriçja të punojë si zakonisht. Si t'i bëni rrobat e bardha me të bardhë dhe sodë buke? Soda mundet të përdoret për të eliminuar në mënyrë perfekte dhe të sigurt njollat e forta të ujit, aromat e frigoriferit, madje ajo mundet që të ndriçojë edhe rrobat e bardha. Për të larë rrobat e bardha me sodë buke, ju duhet që të ndisni lavatriçen. Vendosni gjysmë filxhani sodë buke në ujë derisa të tretet. Hidheni atë në lavatriçe dhe më pas vendoseni në punë normalisht. Për një ngarkesë më të madhe të rrobave, ne rekomandojmë përdorimin e 1 filxhani të plotë të sodës së bukës. Lani rrobat e bardha me detergjent natyral të rrobave. Detergjentët e ashpra dhe zbardhuesit gjithashtu do të shkatërrojnë edhe materialet më të forta. Zgjatni jetën e garderobës dhe linjave shtëpiake me një formulë më të butë, por jo më pak efektive të rrobave.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.